Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfi me Jete, për të ndarë në fakt një letër që nuk ishte letër, por ishte telefonat e bërë me mua. Zonja në fjalë më ka lutur që t'ja qaj hallin e saj. Ajo ka nevojë të merr mendimin tuaj, do të thënë është një histori e tmerrshme, është një histori e trishtë. Janë 16 vite rreth, 16 vite martesë, në jetë janë 3 fëmijë. Bëhet fjalë për një zonjë nga Shkodra, e cila po kalon një kalvar vuajtjesh në jetë. Tani me sa unë arrita të mbaj mend. Zonja ka lindur në Shkodër, është rritur në një familje shkodrane që edhe vetë ju shkodranët e dini se si janë shkodranët, që e kanë edukuar, e kanë kulturuar, i kanë dhënë dashurin, i kanë dhënë respektin, i kanë dhënë traditën. Një grua e cila për herë të parë në jetë, virgjërinë e saj, ja ka besuar burrit të saj. Një vajzë e cila edhe shkollën që e ka bërë me miratimin e babait, sepse ka qenë babai kryefjala e jetës së saj, do të ka qenë babai kryefjala e gjithë shkaje që kjo grua ka pas. Në moshën 18 vjeç, prindërit vendosin ta martojnë. Nuk gjykojnë prindërit. Çdo baba dhe çdo nën mendon më të mirën për fëmijën e saj. Mendon më të bukurën për vajzën e vet. Djali i rekomanduar nga halla, një djalë shumë i mirë, një djalë modest, një djalë me kulturë, të paktën kështu prezantua. Dhe vajza në fjalë, në 2-3 takimet e para që përjeton me djalin, një vajzë e cila asnjëherë në jetë nuk ka përjetuar ndjesi dashurie, vendos që zemrën e saj, do me thënë, t'ja besoj këtij djali. Vazhdon lidhja, një lidhje afat shkurtër vetëm 3 javëshe, do me thënë sa ka arritur që të njeh vajza në fjalë nga i djalë, dhe prindërit vendosin që të bëhet fejesa e madhe sepse lagja, fqinjët, kushërinjët, thashe theme, e bia e filanit shkon me çunin e fistekut, i kemi parë në për rrugë e gjëra të këtilla, do me thënë gjëra që s'kan pikën e kuptimit, por që luajnë një rol patjetër të rëndësishëm sidomos në shoqërinë tonë shqiptare. Bëhet një dasëm e madhe, bëhet një dasëm sipas traditës, një nuse e bukur e mrekullueshme sepse është një zonjë bjonde, dhe shkon në familjen e burrit. Që në natën kur zonja në fjalë merr fustanet e para kanë qenë të lidhura. Zonja nuk e ka bërë të madhe si muhabet, edhe ka vazhduar, e ka pyetur të vjerën, i ka thënë, oj nan, i ka thënë, pse këto fustane janë të lidhura, do të kanë qenë të lidhura top. Edhe kjo i ka thënë, nuk e dim, ndoshta nuk e dim, nuk ka shpjegim. Prej në ditën që vajza në fjalë, do të thënë, ka shkelur në atë familje, gjërat i shkojnë keq e më keq. Fillimisht një herë zënkat me burrin, zënkat të kota, për kafe, për ushqim, për drekë, për darkë, për veshje, për këtë, për atë. Dhe në pjesën e dytë, do me thënë, burri fillon të rreh dhe të gjuan gruan e tij. Gjë e cila në fakt është e pabesueshme edhe për vetë gruan në fjalë. Hajde duro 1 vjet, duro 2 vjet, me pretendimin që s'ka mbetur dot shtatë zën kjo. Me thënë, ajo është arsyeja pse burri sillet në këtë formë. Pas 2 vitesh, ka mbetur me barr. Dhe gruaja në fjalë, me pretendimin që ky zotëria do ndryshon karakterin, do ndryshon dinjitetin, do ndryshon natyrën. Zotëria nuk ka ndryshuar fare. Të njëjtin stil, të njëjtin qëndrim, të njëjtin karakteri shpifur, që në fakt të
të irriton edhe kur e dëgjon, fillon ushtron presion të jashtëzakonshëm edhe tek gruaja, edhe tek fëmia, edhe tek familja në mes. Nëna e gruas në fjalë e ka ditur problemin pak e shumë, ndërsa babai ka filluar të smuret nga sheqeri. Që mos ta stresojnë babain, hajt ta vazhdojmë me të shtyme. Buri përpos dhunës, torturës së madhe, do të thënë të pandalueshme, ai vazhdon edhe me femër tjetër, paralelisht lidhjen, do të thënë, gruan maltretohet, torturohet, shkatrohet, ndërsa me femrën tjetër mos i çon lek fëmijëve asnjë gjë, bëj marrëdhënie. Pas 5 vitesh të plota, zonja në fjalë, do të thënë, sjellën në jetë fëmijën e dytë, pastaj edhe fëmijën e tretë. Me pretendimin që gjërat do ndryshojnë, por familja shkon keq më keq, shkon në skamni dhe për gruan kujdeset vetëm prindërit e saj, çdo ditë. Tani babai ka vdekur, ndërsa nënën e ka gjallë. Ajo është në një situatë shumë të rëndë, shumë të vështirë. Situata është shnjërzore, domethënë. Çfarë e shtyn këtë gjën që të jetë kaq e turpshme? Gruaja thot dua të ndahem, por thot buri thot nuk më jep thot divorcin, nga që e mban me presion, e mban me kërcënime, me frikë. Ndërsa nga ana tjetër, familja nuk janë një mbështetje shumë e madhe, sepse kanë frikën që mos shkatrohet çdo gjë në këtë rreth. Historia është bërë shumë e vështirë, do me thënë situata po merr krejtësisht një kahje tjetër. Zonja në fjalë ka nevojë për ndihmën tuaj, ka nevojë për mendimin tuaj, ka nevojë për komentin tuaj. Jepni ju mendimin. Çfarë të bën kjo grua që e ka të gjithin këtë hall? A të qëndron të duron atë burr, që unë i kisha thënë jo, unë i kisha thënë ta denoncon, unë kisha shkuar më lart. Apo thjesht ta përfundon këtë marrëdhënie dhe gjitha kjo gjë të mbyll kuptimin. Dua të marr mendimin tuaj, dua të shoh qëndrimet e juaja në këtë raport, si e shikoni ju këtë situatë, si e gjykoni ju këtë situatë, dhe çfarë mendimi do kishit dhënë ju në qoftë se do të ishit në të njëjtin pozicion me gruan në fjalë. Dua të marr mendimin tuaj për këtë rast që realisht është një rast i tmerrshëm, por edhe i neveritshëm. Shkruani në koment, ju lutem.